me qenë se jeni antari kryesisë, ne kemi shkuar në zgjedhje për çështjen e presidentit, zoti Haradinaj në fakt është kërkuar edhe nga studio televizive, por edhe është lakur shumë shpesh emri i tij si president. Në këtë kombinacion, në fakt, çfarë do të ndodhë, cila është oferta AK-s nëse partitë e ish opozitës ju ftojnë në tavolinë, ose nëse dhe partia e Albin Kurtit ju fton në tavolinë? Atëherë, ne ftojmë PDK-n dhe LDK-n së bashku që t'i bëjmë nënshkrimet, sepse duhen 35, për të kandidu zotin Ramush Haradinaj. E qysh po e fton po LDK-n kur LDK ka Vjosa Osmani kandidate? Po Vjosa Osmani sipas të gjitha gjasave nuk do të kandidohet. Nuk ka asnjë gjos që të kandidohet, për arsye sepse ne shkaku i Vjosës kemi shkuar në zgjedhje. Po LDK ka kandidatin Vjosa Osmanin. Urdhra? LDK ka kandidat me këtë që ulet në tavolinë, Vjosa Osmanin. Qofse nuk e bëjnë dot ato. Gjosat që do thotë ata nuk janë njerëz iracional, po besoj që në LDK aty ka njerëz racionale dhe që kuptojnë se si funksionon një sistem dhe cilat janë konturat e kësaj situate, e këtij konteksti. Unë besoj që nëse reflektojnë mirë, ata mund të japin votat për të kandiduar pro Ramush Haradinajn për president të Kosovës. Që është figura më meritore që do ta përforconte shtetin e Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare, sepse ne e dimë që këto 6 vjet e fundit kur Kosova është izoluar nga SBA-ja në mënyrë të veçantë, sepse kushdo që e thotë të kundërtën është ka gënjen, Kosova ka qenë e izoluar nga SBA-t, nga Amerika. I vetmi njeri që i ka mbajt marrëdhëniet me SBA-n është Ramush Haradinaj. Dhe ju e keni pa gjatë gjithë kohës që ka qenë në Pentagon dhe në marrëdhënie me SBA-t. Bëni me mend kur kryeministri i vendit dhe presidentja me Minzi që kishin marrëdhënie të tilla, ajo më shumë në sferën simbolike, në aspektet e sigurisë dhe në marrëdhëniet e plota me SBA-n, i ka marrë Ramush Haradinaj. Kështu që figura e Ramush Haradinajt është një kthim në marrëdhëniet me SBA-n. Nuk është vetëm për t'i bërë nder Ramush Haradinajt, por është domosdoshmëri dhe nevojë e këtij vendi që ai të jetë në krye të shtetit për t'i rithemeluar pequaj marrëdhëniet e shtetit tonë me aleatët tonë, të cilat nuk kanë qenë asnjëherë më të dobta se këto 6 vitet e fundit. Për t'ia heqë njollën e zezë Kosovës, të cilën ja ka vendosur, se unë thash një ditë, qofse një pikë ja ka qitë vetëvendosja e Kosovës, ja ka qitë një pikë zezë këto 6 vitet e fundit. Dhe ne duhet t'ja heqim këtë pikën e zezë. Ramush Haradinaj është figurë komplekse, e plot dhe e mirë njohur në marrëdhënie ndërkombëtare dhe para Mushin, sinqerisht Kosova humbet shumë. A do të hyrin koalicion në lëvizjen vetëvendosje pas këtyre zgjedhjeve? Jo, ne mendojmë që janë mundësit reale tani që opozita ta formojë qeverin dhe ne jemi për një qeveri të opozitës. Jemi kategorik. Mirë.